Perëndimor sa më shpejt në gjithë në familjes europiane. Faleminderit Panajot. Arsela? Po shumë e rëndësishme ajo çfarë tha zotëria që mbi të gjitha thelbi kryesor i takimit ka patur një ndikim direkt apo indirekt nga takimi misterioz i ambasadores Shtetet Bashkuara në Greqi, në Shqipëri. Në një farë mënyre se çfarë konkretisht është biseduar, investimet gjeostrategjike, ndikimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës, në zonën e Korçës. Rëndësia e Greqisë në procesin e integrimit evropian, po edhe në plan gjeostrategjik për rolin edhe për një farë mënyre Ballkanin perëndimor. Kështu që në këtë pikë ai takim gjykoi që ka hapur rrugën për këtë takim të radhës, por duhet thënë një element shumë i rëndësishëm që ky takim dhe një farë mënyre mos përgatitja e kryeministrit Rama për një takim zyrtar, duke vajsuar indirekt protokollin, mbase ka ardhur dhe si një takim i pa pregatitur para prak, si rrjedhoj Panajoti e tha diçka, po takimi nuk ishte zyrtar. Pra, nuk ishte planifikuar si zyrtar dhe pastaj doli nga parashikimi dhe ishte takim zyrtar, pra kjo duhet sqaruar. Rama fajsoi, sakrifikoi protokollin e tij, por nëse i besojmë asaj që thotë zoti Barka, praktikisht në thojza faj është i protokollit grek. Nëse them thojza pasi ndoshta Rama e tepron ndonjëherë me ato veshjet casual, ndoshta kur ti shkon në selinë një kryeministrit ndonjëherë, okay, pa edhe unë tash për modesti. Në këtë pikë ajo që duhet theksuar është thelbi i takimit të vizitës tij. U duk që Mitsotakis i kishte dhënë rëndësi shumë më të madhe se sa Rama ishte përgatitur. Ose është nisur si një takim mbase jo aq protokollar dhe ka përfunduar në një takim pak më protokollar, duke marrë në konsiderat faktin që rëndësia dhe pesha e samitit ekonomik të Delfit është pika kryesore ku ne duhet kapemi dhe duhet ta shikojmë prezencën e kryeministit Rama aty si një moment shumë të rëndësishëm për rolin e Shqipërisë, për peshën ekonomike dhe politike që ka ky samit dhe rolin e Shqipërisë në një farë mënyre në arenën e Ballkanit Perëndimor, por dhe të Europës, sa i takon procesit të integrimit dhe të qenurit e Shqipërisë e hapur për të futur në bisedime dhe për të sheshuar ato që konsiderohen problematika të mbetura pezull, që në vetvete kërkojnë një negocim shumë specifik dhe ky negocim specifik do të vi jo vetëm si dorëheqje e kryeneçësisë së dy vendeve, por patjetër Shqipërisë do t'i japi dhe do t'i sjellë një kosto në vetvete, se nuk mund të negociohen çështje të tilla, por kur flasim për çështje të mbetura pezull, ne gjykojmë se këto çështje në vetvete janë çështje të thjeshta për të negociuar. Po ju folët për kosto, çfarë kosto do paguaj Shqipëria në këtë? Kosto e Shqipërisë është që do të heqë dorë në momentet të caktuara, ndoshta nga të drejta kur flasim për çështje minoritare, kur flasim për të drejtat, kur flasim për çështjet e detit për të negociuar, kështu që nuk deti është gjykatë ndërkombëtare. Kështu që jemi në të dyja palët kanë rënë dakord se do ta zgjidhin mas dakordsinë. Pikërisht, kështu që në këtë pikë jemi që deti nuk është më ishu. Çfarë do t'i kushtoj? Zgjidhet nga gjykata ndërkombëtare. Pikërisht, kështu që po flasim për çështjet minoritare. Çështjet tjera po. Në këtë pikë Shqipërisë në një farë mënyrë do t'i kushtoj, do të ketë një kosto për Shqipërinë, një negocime përfundimtar. Duhet Shqipëria të heqë dorë nga disa të drejta, në një farë mënyrë, për të shkuar te ky lloj negocimi. Për shembull, për shembull te minoriteti, çfarë do heqë dorë Shqipëria thoni? Duhet parë se si do të negociohet, sepse kryeministri nuk ishte specifik. Tha që ne do të bëjmë marrëveshje specifike, marrëveshje që do të shkojnë në një pikë të dytë të negocimit, por nuk u fol konkretisht se për çfarë flitet dhe ku do të konsistojnë këto marrëveshje. Kështu që vlen të shihet ku do të konsistojë dhe çfarë do t'i kushtojë Shqipërisë kjo marrëveshje me Greqinë për të negociuar për hir të procesit integrimit. Stavri? Se kjo është interesante, kjo është çfarë do të çdoj Shqipëria. Çështja e detit e tham, zgjidhet nga gjykata. Sigurisht, unë duke parë edhe